Në gjykatën e posaçme antikorrupsion është saktuar data e gjyqit për Sali Berishën për dosjen Partizani. Në lidhje direkte kemi Anila Hoxhën. Anila, të përshëndes. Kur është gjyqi dhe na kujtoa dhe thelbin e çështjes së privatizimit të ambienteve të ish klubit sportiv Partizani. Përshëndetje Doris, trupa gjyqësore e përbërë nga 3 gjyqtar me relatore zonjën Elsa Ulliri kanë caktuar datën 30 qershor në orën 10 si ditën kur do t'jetë seanca e parë në themel për dosjen Partizani me 8 të pandehur. 5 prej tyre janë shtetas midis tyre edhe ish-kryeministri Sali Berisha dhe 3 janë subjekte tregtare edhe ato nën akuzë për veprën e pastrimit të parave. Ish-kryeministri akuzohet për korrupsion në bashkëpunime dhe ndrin e tij Jamal Maltezi, i cili vazhdon të mbahet në masën arrest shtëpiak, edhe ky i fundit, Jamal Maltezi, dyshohet po ashtu për çështjen e korrupsionit në bashkëpunim me biznesmenin Fatmir Bektashi. Ajo që prokuroria posaçme SPAK ka ngritur si fabul akuzuese lidhet pikërisht me favorizimin për tjetërsimin e ambienteve që sipas SPAK u krye me ndërhyrjen e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili gjatë kësaj kohe teksa u dhan masa sigurie që më pas u shfrytëzuan nga gjykata, lënë në fuqi së fundmi me masën e detyrimit me paraqitje 2 herë në muaj për ish-kryeministrin Sali Berisha, insiston se kjo është një dosje e montuar. Por çfarë do të ndodhë në datën 30 qershor? Çfarë parashikon procedura? Fillimisht njoftohen palët, midis tyre avokatët mbrojtës të akuzuarve, por edhe vetë të akuzuarit e natyrisht edhe prokurorët e posaçëm të SPAK që kanë ngritur akuzat për dosjen Partizani. Parashikohet se në rast nuk është e domosdoshme në fakt prania e ish-kryeministrit apo e kujdo tjetër në seancën e parë gjyqësore, vetëm në rast se ai ka shprehur dakordsinë përmes një prokure për t'u përfaqësuar nga avokati mbrojtës. Ajo që është e domosdoshme lidhet pikërisht me faktin e seancës gjyqësore në rast se prokurorët do ta kërkojnë për pyetjen e të akuzuarve në seancë gjyqësore me dyer të hapura, çka do të thotë se në rast se do të ketë një kërkesë nga prokurorët për pyetjen në seancë edhe të ish-kryeministri Sali Berisha, ai duhet të jetë i pranishëm për të shfaqur dhe për të dhënë dakordsinë e tij, por kjo nuk ndodh në seancën e parë. Në seancën e parë kryhet apeli i palëve, midis tyre i avokatëve mbrojtës që tregojnë vullnetin e të pandehurve që do të përfaqësojnë interesat e tyre në këtë gjykim penali mbi një çështje që nisi gati 5 vite më parë me një denoncim nga ish-ministri i Brendshëm Tauland Balla mbi çështjen e Sport Klub Partizanit, një histori e cila ka një numër të lartë dëshmitarësh që janë thirrur nga prokurorët e posaçëm të SPAK për një kohë të gjatë, e po ashtu ka dhe akte ekspertiza financiare të kundërshtuara jo vetëm publikisht, por edhe natyrisht edhe gjyqësisht nga të gjithë pandehurit, midis tyre edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Tani më, në datën 30 qershor që është pikërisht mbi 2 javë më vonë, ne do të shohim se kush do të paraqitet në gjykat, pavarësisht se Berisha e ka lënë të hapur natyrisht dakordsinë e tij për të paraqitur përpara gjykatës shqiptare, që në këtë rast është gjykata antikorrupsion këtu në Tiranë. Qartë Anila, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.